Mu për atë prindi o vëllezër e ka përgjegjësinë më të plot për të cilën ai duhet që të orienton fëmijën e tij drejt edukimit dhe drejt arsimimit. Po nuk arritet ti që të edukosh fëmijën tënd. Po nuk arritet që ti me përpjekjen tënde të arsimosh fëmijën tënd, edhe ta ndriçosh me dritën e besimit dhe të edukatës që edukon fëmijën tënd me të vërtetë se ke humbur fëmijën tënd. Edhe pse ndoshta i e gjallë, edhe pse ti ndoshta jeton së bashku me ta. Se nëse ti e humb përgjegjësinë tënde, në shtëpinë tënde ngel vetëm njeriu prezent, por nuk ka ekzistenca yte asnjë faroli në shtëpi. Prezenca yte fizike është në shtëpi, të di se të ka babë dhe prind, por në fakt ti je i humbur apo je i munguar nga roli yt. S'lun asnjë faroli. Edhe pastaj i barazohet tha fëmija yt me jetimat. Edhe me këto e mbarojmë, me këto poezia të cilat me të vërtetë ndëgjoni mirë o vëllezër se janë të dhimbshme për ne, të cilat të gjithë na jemi përgjegjës të fëmijëve, të familjeve dhe të shtëpijave tona, me të cilat na duhet edukuar dhe duhet ta marrim në sytë e ballit tonë që mos të lejojmë që fëmijët tonë të na dalin dorësh pa i edukuar edhe pa i arsimuar. Për arsye se barazohen pastaj me jetimat. Një fëmijë nuk është jetim nëse i ka vdekur baba i tij, por është jetim nëse babën e ka gjallë dhe i ka prindit gjallë, por nuk i ka edukuar dhe nuk e ka arsimuar dhe i ka humbur mësimi dhe edukimi i tij. Tha një poet arab, lejse l-jetimu alladhi qad mata walidah, inna l-jetime jetimu l-ilmi wal-adabi. Nuk është jetim ai i cili i kanë vdekur prindërit e tij. Po jetim i vërtetë është ai jetimi i cili është jetim që mungon dituria e tij dhe edukata e tij. Ai fëmijë që u rrit pa dituri dhe pa edukat me të vërtetë se është jetim. Dhe gjithashtu tha poeti tjetër, lejse l-jetimu men intaha abawahu min hammi l-hayati wa khallafahu dhalilan. Inna l-yatima liman talqa lahu umman takhallat au aban mashghula. Tha nuk është jetim ai i cili i kanë vdekur prindrit e tij dhe e kanë lënë ato të gjallë, i nënçmuar, i dobët dhe nuk ka përkrahje. Tha ky nuk është jetim ai që i kanë vdekur dhe e kanë lënë dertet e dunjas, e kanë kapur dhe ngel si i dobët dhe si fukara, por jetim i vërtet tha është ai i cili e ka një nonë e cila e ka brektisur ato dhe e ka një babë i cili gjithherë është i angazhuar e nuk kujdeset për to. Dhe me këtë mbalon këtë temë o vëllezër këtu, që me të vërtetë se kjo është për të na dhimbur shpirti që na e shohim rinin ton, fëmijët ton, padyshim se fëmia ai nefsi ose ndërgjegjja e tij do të ngonçaj te lojat e tjetër, te mosmësimi, te rahatia, por ne si prind o vëllezër e kemi përgjegjësinë e madhe shumë. Mos e lë fëmijën ton të jetim edhe pse e ka prindin gjallë. Si prind, si non, si bab. E humb fëmijën tënd, të ndodh si mes interes e shef në loja, fillon mësimi i shkollës, fëmijët tonë mas pari shkojnë luajnë atje në kafe, pinë vonohen, nuk shkon të mësimi i shkollës, ka interes mësimi i shkollës, hiç. Kush duhet me dalë me i mbledh fëmijët tonë, duhet arsimtari, mësuesi, ose ai përgjithësi me dalë me i mbledhur fëmijët tonë që të shkojnë në shkollë ose ta mësojnë të arsimohen. A unë si prind jam interesu fare për fëmijën tem, a ka shku në shkollë, a ka arsim, a ka mësu, a ka edukat mas pari ai me ato mësues aty të cilët i mëson. Nëse na nuk kemi interesu, unë për vetin jo, dhe të gjithë na, e marrëm këtë si barë o vëllezër që na mungon edukata jonë, të fëmijës tonë, në arsimin tonë, mësimin tonë dhe edukatës tonë. Nëse se kemi dhuruar, si dëshirojmë që na të avancojmë të ecim përpara të kemi pastaj sukses. Interes mos ta din prindi ku e ka fëmijën, 24 orë në gjysmë natës, nuk e di fëmijën e vet ku e ka. Kur don lun, ku don shkon, ku don bën, e pastaj ai fëmijë bën zullum atij, i ka grabitur atij, se ende i ka vjedh atij, se ende. Kjo është çështja e cila rrjedh pas mosmësimit dhe edukatës. E kjo është për të na dhimbur shpirti jon. Nëse na nuk dëshirojmë që të i cekim sendet me të cilët neve na dhomin, po kjo është gjendja reale e jonë. Që e shohim nëse duhet në xhami fëmin jo se mëdhimet nuk është. Nëse duhet në arsim jo se gjuna, të gjitha sendet e dunjas ja kemi mundsuar, arsimin, edukatën s'ja kemi mundsuar.
kontroll të fëmijës tonë, si prind, si non, si bab, nuk kemi fare. Me të vërtet, angazhimi jonë, i cilë të bën për shemë të njën, po çka nëse ja ke mundësuar të gjitha, që ai të përjeton, por të jetë jetim për zgjalli. Çfarë vlerë katër? Me të vërtet se është për ta qajtur hallin tonë që nëse shkon në çdo kafe, në çdo vend në rrugë, të qëndron fëmia, mos ta merr baba në pyetje namazin a ke fal spaku vëlla. është për të habitër o vlezër, surën Ikhlas, kul huwallahu ahad, nuk e din një fëmijë i cili ndoshta domethënë ka vakti për me hyrë mbi lëgmo. Në moshën madhore, a e din kul huwallahu ende nuk e di kul huwallahu ahad. Prindi musliman, mos ta edukon fëmijën e vet, mos ta arsimon fëmijën e vet, mos të interesohemi si shkon me mësimin e tij fare. Si do të ecim përpara nëse na nuk interesohemi kështu. Nëse shkronja të fjalëve të Allahut ende s'ti ka mësu, anaj i thomi vetëm mirë është. Aq se nuk është problem. Se të lodhet ai, nuk ja don valla. Nuk e don me mësu shkronjat të fjalës Allah. Si mundet? Interes nuk kemi fare për fëmijët tonë spaku, elhamdulillah që Allahu i ka dërguar mësuesit si në shkollë si në xhami. Në të dy palët mund ta dërgosh dhe më mësu. Kush duhet më interesu? Na si prind. Por derisa ka interesohet, kur të interesohesh ti dhe ai mësuesi së bashku, shpresojmë që inshallah fëmijët tonë një ditë të na kënaqin syrin tonë e të na gëzojnë syrin tonë me ata domethënë me të cilën na e shpresojmë që të arrijmë një ditë. Lutim Allahun xhela xhelaluhu, që Allahu xhela xhelaluhu të na edukon zemrën, shpirtin, fizikun tonë. Lutim Allahun xhela xhelaluhu që Allahu të na arsimon neve, familjet tona, fëmijët tonë, të edukon familjen tonë, të edukon edhe evladin dhe gjithë pasardhësit tonë, xhamatin tonë dhe të gjithë muslimanët, që Allahu xhela xhelaluhu ta përmirëson gjendjen tonë e të na drejton rrugës së karakterit të mirësjelljes dhe moralit dhe edukatës fisnike me të cilën e don Allahu xhela xhelaluhu.